Vijojnë operacion të një pasqyrë antidrog të zhvilluar nga në sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër. Specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër gjatë një operacioni antidrog ka sekustruar rreth 20 kg marijuan. Arrestuat flagrant 2 të rinj nga Durrësi që transportonin lëndë narkotike. Në vijim të operacion të një pasqyrë të zhvilluar nga në specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër për goditje të lëndës narkotike. Një tjetër operacion zhvilluar gjatë orëve të mbrëmjes së datës 25/4/2013 nga në specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër dhe konkretisht specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër dhe orës 20 të mbrëmjes së djeshme kanë marrë informacion rrugë operative se një sasi lëndë narkotike po transportohen nga Lazara në drejtim të Tiranës në automjet që drejtohen nga 2 të rinj nga Durrësi. Rreth orës 21:30 të mbrëmjes së djeshme specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër kanë konstatuar një automjet që drejtohen nga 2 të rinj që po dilte nga fshati Lazara dhe po lëvizte me shpejtësi në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen. Specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër janë vënë ndjekjet e tyre duke mbajtur në vëzhgërim, ndërkohë më parë kishin marrë masa duke forcuar postobllokun e policisë ujë të ftohtë me agent dhe specialistë kundër narkotikëve. Specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë së qarku Gjirokastër kanë bërë bllokimin e autometit dyshuar në postobllokun e policisë që funksionon 24 orë në ujin e ftohtë Tepelen, ku nga kontrollet si përfaqësor rezultoi se në automet në pjesë të ndryshme të autometit ishin fshehur paku me lëndë narkotike. Në vendngjarje ka mbritur grupi hetimor ku ka rezultuar se në autometin tip Peugeot me tek der me targa AA 206 GG drejtohej nga shtetasi Gertian Hamdi ujit atë linjës 194 në Durrësi, të cilin nuk e kishte në pronë në si të vet, por ja kishte marrë një shoku të tij në Durrës. Së bashku me të udhëtonë dhe shoku i tij shtetasi Aldo Dimitri të linjës 190 lindur dhe banues në Durrës. Nga këqyrja që u bë automjet rezultoi se poshtë sedilës së parë të pasagjerëve u gjendë fshehur 2 paku me lëndë narkotike të mbështetur me letën atriban me mallësi të ndryshme. Kontrolli ka vijuar dhe brendësi të veshjeve anësore të sedileve të pasme të pasagjerëve ku ka rezultuar se brendësi të veshjeve plastike nga dyja krahët u gjetën 19 paku të mbështetur me letën atriban me mbishkrime me bojë të kuqe me shenjën X. Nga kontrolli rezultoi se në automet u gjet 21 paku me lëndë narkotike dhe rreth 20 kg. Nga ana specialistë sektori kundër narkotikë ndërdorjen e policisë qarku Gjirokastër është bërë arrestim flagrant si 2 të rinjve dhe konkretisht Gertian Hamdiu datlinjës 194 lindur dhe banues në Durrës, Aldo Dimitri datlinjës 190 lindur dhe banues në Durrës. Lënda narkotike është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Nga veprimet e para rezultoi se 2 të rinj lëndë narkotike kishin blerë në fshatin Lazarat tek një shtetas i skeduar nga ana e policisë si person me përshëndetjen kriminal dhe është bërë shpallje kërkim policor i tij. Këta të rinj do të shpërndanin lëndë narkotike në doza të vogla lokale nate në ambiente shkollore në Durrës. Materialet i kanë reluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër veprime të mëtejshme për penale, prodhim dhe shitje të lëndë narkotike kryer në bashkëpunim dhe për kjo e parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal.